Miq të emisionit Profil, po takohemi edhe këtë herë bashk. Duhet ju paralajmëroj se ky do t'jetë emisioni i fundit për këtë sezon deri kur do të qihemi pra bashk në shtator. E deri atëherë duhet patjetër t'i falenderoj ata që e kanë mbështesur gjatë këtyre 3 muajve këtë emision, Flexograf dhe Redrej. E përsonte, si gjithmonë, ëmbëlsira mbetet për fund. Shpejtim Ahmetaj është një djalosh veçanës, është kampioni botror për kickboxing profesional deri në kategorinë 75 kg. Shpejtimi në Roma, mirë se erdhe deri në Gjilan dhe mirë se erdhe në Profil. Mirë Roma, mirë se gjej, faleminderit për televizionit Ziko TV për ftesën. S'pari që shkalove rrugës se ko gjatë rrugë e batë, prej dhe qani. Kalova bëllë mirë, po rrugë e gjatë, po kështu që mirë. Shpejtim ti e kickbox, qysh ke vendosë më marrë me kickbox? A ka qenë një moment i caktuar kur ke thonë, po bona kickboxer? Apo qysh ka ardhur kjo rrjedhoj? Po, unë mendoj që çdo talent i një sporti është me lindje, ose një talent që një njeri merret me to edhe është i suksesshëm është me lindje. Unë mendoj që talentin tim si kickboxer e kam me lindje, edhe rezultatet e mia që janë deri me tani nuk janë rastësisht, po janë të natyrës, të cilat më ka falë Allahu me lindje. A ka qenë rruga e vështirë për më ardhur deri këtu ku je? Po, megjithatë është një rrugë shumë e vështirë, sepse të ushtrosh që të përgatitesh për meç, të delsh në meç, të rresh profesional në meç, të zhvillosh 5 runda në meç, ka 3 minuta dhe 15 minuta dhe të delsh të përballosh me kundërshtar të vështirë dhe të fuqishëm edhe teknikçar edhe të kalibrit evropian dhe botëror, si në amatarizëm, si në profesionalizëm është të vështirë. Po megjithatë që thash edhe parë që talenti është me lindje dhe një njeri që ka talent me lindje i përballon gjitha rrymë. Pse bashkë kickbox? Pse bashkë kickbox? E kom pasë në shpirë të gjithë si fëmijë, edhe unë si fëmijë kom ushtru në fillim karate, edhe mandej mas karate që kom bo një kohë pauzë, edhe mas pauze kom kalu në kickbox, sepse kom pasë në shpirë të sportin luftare. Se për shembull jo box veç, po bashkë kickbox. Gjithë kom pas dëshirë që jam aktiv me kom, me dur, jam kon i levitshëm, domethënë nuk kom pas në trupin tim diçka që hajt veç me dur, domethënë te kam një pikë të fortë, por që domethënë fizikisht kom qenë gjithë jetën time si fëmijë, domethënë aktiv edhe domethënë e kom pasë arsyeshme që jam aktiv në gjitha gjymtyrët e trupit që janë të forta nga natyra dhe kështu që ku mendoj të jetë mirë me kickbox. Kush ishin ata që të kanë përkrahur fillim? E dim që përkraja e familjes sigurisht nuk ka mungu asnjëherë. Edhe duhet në fakt në konti se cili përkraja e familjes pari. Po sigurisht ka pas edhe njerëz tjerë, për shembull ai trajner ose diçka që të ka përkrahur me iksa i rruga. Po pikë pari për përkrajën e karrierës time, duhet me falenderu familjen time, që çdo që janë jetë për mua ka japë dhe e japë prapë. Personalisht duhet me falenderu vllain tim Shamsedinin që gjendet në Zvicër dhe vllain tjetër shumë me nanën, babën. Edhe falenderoj trajnerin që i kom marrë hapat mas pari karrierën time, zotri Ahmet Meçollin është nga Peria. Kom pasur nga përkraja nga ai shumë si fëmijë. Falenderoj Azemin Maksuda i cili gjendet në Zvicër, ku edhe ai çdo herë më përkrah dhe më ka përkrah si fëmijë. Dhe falenderimi shkon i fundit dhe për rezultatet kulminante që i konkurrën me to, klubin Sportcentër Gjakova, i cili është aty trajneri që unë merrna me to dhe më ushtron deri tani që 3 vite, në momentin që tash tutje që kam rezultate kulminante është Lekna Moja. Cila është vështirësia më e madhe me qenë kickboxer? Vështirësia më e madhe për me qenë një kickboxer është disiplina. Që të kesh disiplinë dhe të përfillesh rregullat të ushtrimit, gjitha arrit. Po mos të kesh disiplinë dhe mos që disiplina të gjitha t'ju.
Atë ka ndodhur ty ndonjëherë me lënë pak disiplinën e me thirr rregullat? Ndodhen ato, domethënë ato e në rast, ato në momente të jetës që ndodhen, çdo në jetë ndodhen. Po megjithatë duhet më përballu aty në sfida që ato sfidat mos marrin përpara aty, po ti bësh stop aty në sfida dhe ti domethënë rrugën tonë mos ta thajsh. Nëse nuk qenë që e keni ndaluar për shembull? Kena ndaluar për shembull brume nuk guxojmë me përdor hiç. Pije me qenë me kiselina nuk guxojmë me përdor hiç. Lanxhe përdorim, ujnë normal që janë pa të gazume, ato janë domethënë gjithsesi të obligueshme në përdor, mishën e bardha, sallatna, oriz. Domethënë as pirëm që nata kemi qitë përpara nuk e drejt normal me pi. Normal nuk kom drejt me pi, po atri juve pi. Faleminderit. E që shqiptar mos më hongër pite e fli. Valla qef, ko me hongër pite e fli, që këtë isha të hongër 3 në una, po s'guxaj. Okej. Cili ka qenë suksesit më i madh? Cilin ti e konsideron si suksesin tënd më të madh? Domethënë gjatë karrierës, apo deri me tani. Suksesin tim më të madh gjatë karrierës, unë si mburna me te, është titulli që e ku marrë për muajin e domethënë e vitin 2014, muajin e 11-29 nëntor, domethënë në Gjakov, ku kom fituar titullin e botës në profesionalizëm, domethënë ai ka qenë një sukses i cili që me ka hap edhe frymëzim edhe më shumë që mirë me sport dhe që të mos ndalen. Domethënë e kom studiu vetveten edhe kom pa vetveten që mundem të rrehem si një profesionalizëm deri në 5 runda ose 6 runda, edhe mos të kem asnjë problem. Po domethënë kënaqësinë më të madhe që unë e kom bë në këtë sport dhe karrierën time është në vitin 2013 kur kena shku në Greqi. Ka qenë një garë botënore, e cila kena shku atje me përvetë me ora e meqe, domethënë. Edhe ku aty ku marrë vendin e parë në botën e amatërizëm, ku kom fitu medalën e artë, ka qenë një kënaqësi për mua shumë e madhe sepse ka qenë një vend i cili hala akoma Kosovë nuk e kish njohur si shtet. Po. Edhe ku e shishim veten ne si federatë e kickboxit me kryetarin Fatmir Makollin që ishim shku domethënë në vitin 2013 dhe me selektorin që më ngjishin, ku shkuam atje domethënë edhe pam veten që 2-3 garush të Kosovës arritën që në shtetin grek që të marrin medalet e arta dhe të ngrisin flamurin që ne sot e kemi edhe me flamurin kushezi që vite me vite kena derë gjatë këto ka qenë një kënaqësi shumë e madhe. Po për këtë titullin e fundit, a mendon që e ke fituar me dinjitet, që e ke merituar? Po titullin e fundit besoj që e kom fitu, po besoj që e kom pas kundërshtarin shumë të fortë. Po titullin e fundit që e kom zhvilluar në Gjakov, ka qenë një meç shumë i rëndë për mua, sepse këtij meçi për me zhvillu këtë meç në Gjakov, ja kom kushtu gjysmën e energjisë më shumë përgatitjes të mbrëmjes. Domethënë, këtë kjo mbrëmje që është organizuar në mënyrë shumë madhështore, në mënyrë profesionale, ka qenë me përkrojën e Federatës Kickboxit, me ndihmën e Ministrisë Sportit të Kosovës, po me përgatitjen time personale, me idetë e mia, të cilat domethënë e kam pas shpirt që duhet me qenë mbrëmja kështu edhe u ka marrë fund çdo sen. Fitoren rreth këtij meçi, kësaj mbrëmje, besoj që e kom fituar me gjithmonë, e kom fituar me korrekt, po jo diçka me diferencë të madhe. Sepse në kickbox duhet morë me durë dhe me punë. Edhe besoj që unë kom luftuar më shumë me punë, edhe koma në kickbox ka përparësi më shumë si dora, edhe ka qenë pikë në favorit. Domethënë s'ka pas nokauta ai kështu sa. Nokaut kom marrën, Nokautën e kom marrën në rundën e dytë. Edhe pikërisht si unë lidhet e nokauti këtu, ka qenë një plus i madh shumë për mua, që e kom studiu vetveten që muj me marrë nokaut, muj me ranë tokë, muj me uqu, muj me luftu dhe muj me fitu. Domethënë, e kom zbulu vetveten që e kom një shpirt luftarak që deri në fund e kërkoj fituaren. Si do të më qenë një kickboxer ideal? A mendon që je ti? Po një kickboxer ideal duhet të jetë i disciplinuar, duhet të jetë punëtor, duhet të jetë i sjellshëm
dhe duhet me pas një prirje që t'jetë bokser nga natyra. Ose Ti je till? Unë mendoj që jam tash, nuk e di, veç unë mendoj që jam sepse edhe nëse unë tham që jam, me tregojnë rezultatet e mia, ajo mas jam. Në rregull, shpejtim, na këtë ardhëm të fundi i pjesës parë të emisionit Profil. Në këtë pikë zakonisht I kërkojmë mysafirëve me kërku një këngë që na kena me transmetu gjatë pauzës. A kiti na një të preferume? Valla, unë nuk po di se me gjithse unë këngë të ne bukur shumë I përcjelli edhe këngëtarët do më thonë I përcjelli shumë, po e kësha qitë një këngë cilën ju e shini diçka më të mirë. Okej, pes zgjedhëm, a kina I këngë kur ti për shembull meq që të përcjell gjatë asaj kohës, diçka që Nuk, do më thonë, nuk po du me rizjedhun e vetë, sepse nështë a jesë bërsh, që ka një këngë shumë më të mira, po kom që me rizjedhju një këngë, cila shpirtnisht në prejkë si shpirt, do më thonë që... Okej, unë po propozoj Albanian nga Erna Angjit, me të që është... Edhe nuk e aprishesh, është një këngë shumë e mirë dhe e pse jo. Okej, ndjekem Albanian nga Erna Angjit, ose tash grupi Erna, edhe kthehemi me pjesën e dytë të emisionit Profil, me një sonte është Shpiti Maneta. Ishte kjo kënga Albanian, e shoqëruar me videoklip nga grupi Adnojm. Na u kthym me pjesën e dytë të emisionit Profil, por para se me fillu me pyetjet për kampionin e kickboksit profesional botror, unë do të patjetër me falenderu Redrejna dhe Flexograf që tash 3 muaj e mbështesin vazhdimisht këtë emision. Shpitim, na përshkruaj kickboksin me pak fjalë. Për shembull, kickboxi, ndoshta akoma ka që kickboxin Se ka të na që nuk e kuptojnë shumë. Ndoshta boksi është më I popularizuar se me kickboxin, nuk e kuptoj qas shumë. Qysh mirën pikt, a ne ikni. Kickboxi është një sport që duhet të jesh I përgatitur në mes ose në ring, me duar dhe me këmbë, po dhe me gjoj. Okej. Ndoshta ka shumë sende që unë mund të jes bërsh kickboxit, që më s'ti them, po do sene që unë mendoj që Janë më të rëndësishëm. Më të rëndësishëm, ti po mendon me I thonë do sene që rreth meqet, apo do më kickboxi është një sen që duhet të jetë I fort fizikisht, një kickboxer, duhet të përgatitet, do më thonë çdo pjesë të trupit të përgatitet dhe të bën muskuloz. Kondukcion duhet të kesh, duhet me ketë pa tjetër, sepse kondukcioni është numër 1 në ring që ta fiton meqin edhe të fiton, po do më thonë, ose pa hub keq, ose ta e mundësin që të fitosh me shpirt, edhe t'jesh një djalë që I menqur, e menquria në ring duhet jetë shumë numër 1, sepse po menquria në ring nuk mund të arrit asgjë. T'jesh një djalë që t'kesh moral. Që kjo është kjo luftë në ring ku t'jesh e ki luftë. Delë shumë në rregull, po delë shumë që ti nuk e paramenon. Edhe kështu që duhet që përballojsh shumë sene në ring që janë të sene që munden me detyru me që dhe në momentin që ti me thonë o zëti madhë çka ndodhe, po duhet me qenë djarë që duhet me përballu të gjitha edhe me tryp. A ka na I gjujtje caktume e cila në rastin që ti e bën qa gjujtje me njerë diskualifikohesh? Po ki. Do më thënë nuk guxojna me përdor gjujtje mas koke. Okej. Nuk guxojna me përdor gjujtje nër nër bark, Po. deri te, do më thonë, Në biguj. deri në bigoj, edhe që tërka gjitha I kena të liu me gjujtje. Edhe në ftyrë. Gjitha. Okej, sa kohë të merr me u përgatiti personalisht për një ndeshje? Për një ndeshje. Po. Po tashti unë që I kam ndeshje që kam kalu në profesionalize. Ndeshjet e mia janë shumë trona. Sepse kam bajë me njerëz që kanë me përvoja shumë mëdha. Edhe mu merr më përgatit për një ndeshje, ose tashti për me mbrojt një titull. Çfarë unë sot e kam mu merr më përgatit kohë 2 deri në 2 muaj e gjysmë para meqit. Dhe më thonë, duhet m'ja kushtu një ditë që ka 3 herë ushtrime. Në
mëngjes, në drekë dhe në mbrëmje. Do më thonë krejt i bëjnë ditje 5 orë ushtrime. Do më thonë 2 muaj, dhe 2 muaj gjysë para në meqë. Për me qenë fit, nuk meqë. So ka ndikim trajneri në këtë rast? Po, shëqon. A është ma mirë me qenë trajneri ma i ri, apo ma i vjetër është ta që ka përbëj ma shumë? Unë, sa për këtë trajnerit, i muj me jep do mendime, do ideja, po muj me thonë që trajneri ka ndikim shumë të madhe të nxënësit e garusit. Sepse trajneri është një njeri që ja ka zënë nxënësit, ose ja ka zënë garusit pikën ku e ki dopt, ja ka zënë pikën ku ti duhet me lyftu me në atë pikë, ja ka zënë pikën që ja ka zënë sanet që ose ti nuk jetu ushtru, ose ti duhet me ushtru këta, ose ti duhet me qenë ma aktiv, ose ti duhet me konë ma pasiv në këtë rëndë tjetër ma aktiv. Do më thonë, trajneri ka gjitha koordinatat që e jep mundësin, do më thonë, për nxënësit ose që ti bokseri që e udhëheq, që t'jetë, do më thonë, triumfus. Po edhe, mos t'harroj, trajneri nuk mundet një garus me bo t'menqëm. Trajneri nuk mundet një garus me bo, do më thonë, me bo moralisht fort. Trajneri mundet me bo një garus, me a tregu rrugën, me a tregu gjërat me cilat ti duhet mi përdor, edhe, do më thonë, sanet elementare që duhet mi pas me ti tregu, trajneri mund mi tregu. Ato gjërat që nuk mundet me t'jep kërkush, për pos natyra, nuk mundet me t'jep trajneri. Si në çdo sport gjithmonë dalin teknika të reja, Sane, sa jeni ju në gjendje me i përcjell ato? Sigurisht janë edhe në kickbox. Po tash është kohë kompjuterike, edhe mendoj që çdo teknikë e re që del, çdo ka, do më thonë, pa pikë problemi edhe ne, do më thonë, e arritëm që të mësojmë më teknikë. Po është një matematikë lehtë. Sa ja vlen me qenë Kosovë kickboxer? Po kjo nuk di ç'a them. Në Kosovë, për mendimin tim, edhe pse Kosova i ka shumë kushtet e buka, edhe pse Kosova është një shtet shumë i ri. Po unë mendoj që në Kosovë çdo sportist, edhe çdo njeri që është kosovar, që jeton në Kosovë, si fitoj pak, si fitoj shumë, duhet me kushtu vendit tonë që të lulëzojmë, që të shojmë përpara, që të bojmë të madh. Po sot për krah shtetit ty, gjithë atë financim që bën, gjithë atë investim në veti për me mbrojtë këtë titull, a ki për krajet shtetit? Po nuk kam të më thonë për krajet shtetit diçka, po mendoj që shteti ka më për kraj. Do më thonë kum pas në të raste për kraje nga komunja ime, nga krojtari Rasim Simonaj, kum pas për kraje në garen që kena pas me 29 nëntor nga komunja Gjakovës, nga krojtari Mimoza Kostari, po shumicën e mbrëmjes, do më thonë, organizimin e mbrëmjes që shpenzimet e mëdhaja i ka hek Ministria e Sportit e Nisut, do më thonë, Prishtina. Do më thonë, në atë kohë ka qenë ministër me Krasniqi, ku e falenderoj shumë, ku ajna ka hek gjitha, do më thonë, shpenzimit që janë konë dha na ka hek gjitha. Ti vetë a ke llogarit në herë sa ki shpenzime financiare gjatë kohës kur ti përgatitesh për një ndeshje? Unë e kom shpenzime financiare shumë. Po, ka derë zotit që thashë edhe më herët, jam nga familja që më përkrahin, edhe nuk përsejnë asgjë për mu, edhe dhe në fund deshet e arriti pikën që nuk muj mu familjet e të kemë për. A mendon që nështë a i shkon ma mirë këto, se në fakt këto gjona i takojnë edhe Ministrisë të Sportit Rinis dhe Kulturës me i bo gjysën, me i hek shpenzimet. Te ke fundit këtë titull në Kosovë ke pru? Ky është titull shumë i madh për Kosovën. Ky është titull cili në këtë federat rrehen shumë kickboxerë të mëdhenj. Këtë federat është rre Indieri Besim Kabashi, i cili u konë djalë shumë i madh. Këtë federat rrehet Dardan Morina, është shqiptare, jeton pranë në Gjermani, dhe shumë kickboxera tjerë në këtë federatë që janë shumë të mëdhenj dhe janë shumë të suksesshëm. Po të merresh këtë titull në Kosovë dhe të ushtrosh në Kosovë dhe të bish në Kosovë këtë titull,
është një moment shumë i madh, domethënë është një kënaqësi shumë e madhe, personalisht për mua dhe për vendin tim andaj. Sa i plotson Kosova kushtet me pas sportista kickboksera në fakt edhe sa kena kapacitet na me po a kena kickboksera të mirë? Në Kosovë jo kickboksera, po në Kosovë ka sportista që nuk ka kukund në Evropë ma talent. E pse nuk arrin shumica prej tyre me dalë në dritë? Po nuk arrin shumica prej tyre me dalë në dritë sepse janë kushtet jo të mira në Kosovë. Jo të mira në Kosovë kushtet edhe kushtet e bojnë të vetë. Pak kickboksera mund t'jenë ata që t'i rezistojnë karrierës, mendimin e familjes deri në fund. Në Kosovë ka shumë sportista të maj, shumë të mirë, por fatkeqësisht hala nuk jenë as i shtet i fuqishëm që të ngrisin çdo sportist dhe besoj që në të ardhmen shteti do t'i hapë syt dhe mos t'i lënë jashtore as të një sportist që e zvarët fytyrën e kombit që e ngris plamorin që ne sot e kemi. Në rregull, shpejtem, këto erdhëm edhe të fundi pjesës 2 të emisionit. Po fel, na e kena edhe një pjesë, domethënë edhe disa pyetje, po deri atëherë më propozoj me ndjekë edhe një këngë edhe pak marketing, pastaj kthehemi prapë. Erdhëm kështu edhe te pjesa e tretë dhe e fundit të emisionit Profil, para se të fillojmë me pyetjet edhe një herë si zakonisht, duhet me falenderoj drejt dhe Flexograf. Ndërkohë që ne kemi shpejtimin këtë, shpejtim aq kësu lëndime të rënda ndonjëherë, që ndoshta ta kanë shtyna i meç ose diçka. Fatbartësisht, deri me tani kom pas lëndime, po si me thonë lëndime të rënda për me qenë pasiv dhe përmes me mujt me lëviz, jo, ka deshtë Allahu, deri me tani jo, pra lëndime ku marë, po fatbarësisht lëndime nuk kum pas, sepse unë gjatë meq, ku të du me zhvillu një mes, në mes dali përgatitun. Edhe fatbarësisht për si dali përgatitun, për atë nuk mërë lëndime. Si momenti ku në mes deti pa përgatitun, fizikisht, aty mund të ndodhe lëndimet, mund të ndodhe një çdo gjë që është e mundshëm, domethënë që është jo e mirë. Ju dhe që anas njëheni si gjak në zetë, po thonë, është në thojza. A ka roste që nështë e ke praktiku ndoshta forcën, jashtë ringut edhe teknikat e tua? Po e nëndë që anas, fatbarësisht jena gjak në zetë, po fatbarësisht jena vend shumë i mirë edhe personalisht në ndodhen ato domethënë çdo njeri, çdo sportist, domethënë që ka qenë si domethënë mja nisë nga Muhammed Alia deri te një sportist që sot është një jetë private, ka probleme, ka mosmarrëveshje, po unë jo fort që më thonë që se ke nokautu kërkojnë, jashtë ringut. Nuk ka der zoti, jo, nuk e kom nokautu, pra kom respekt, mi respektoj njerëzit, më respektoj gjinje edhe nuk shkojnë ato nivelet që a ke mendu me mbrojt izullin me çdo kusht? Edhe çka nëse humb? Unë ba pjesë e lujes, nuk mund të them kupun unë çka u bo që hupa, po unë besoj që nuk do të hupi, edhe besoj që do të mbroj titullin, edhe besoj që do të jem sportist edhe më i suksesshëm sikur tani që jam. Por nëse humbë kemi... Edhe një titull tjetër. Nëse humbë kemi mundu prapë pas një kohë me këtë jape titullin të? Besoj që nuk u me humbë. A ke mendu me lonë kickboxing a herë? Po e shqeqa, kickboxing, çdo njeri që merret në një aktivitet, vjen një kohë që duhet me një bo stop. Po deri me tani domethënë ka shku marrë, ka shku mirë, deri me tani nuk u mendu diçka, po nuk i dihet jetë. Ndoshta vjen momenti që të vinë rrethana që duhet me lënë kickboxing. Shumica e sportistave, masi të përfundojnë karrierën e tyre, vazhdojnë si trajnera. Po. A e ke pati të arsyeshme me po ashtu, ndoshta kur t'i vjen koha me lënë? Po
Po i shumica sportistëve vazhdojnë si trajnera, shumica sportistëve vazhdojnë që biznismena, shumica sportistëve vazhdojnë si sigurima i ndonjë veni, shumica sportistëve vazhdojnë që domethënë sportisti ka mundësi të merret me çdo lloj lamie që në jetë është legale. Ti tash për tash je veç kickboxer. Tash për tash jam kickboxer, e kam familjen që nuk më blen të merrem me punë me diçka. Na flet pak për jetën tonë personale. Çka më Sa vjeçar është shpejtimi, a ka kry shkollë, fakultet ndoshta, a është lidhje me dikon, a mos është i peju i martum? Unë jam 26 vjeçar dhe kam të kryj me gjimnaze, në Vllazër Prashin dhe qenë. Jam në vitin e parë në fakultet të edukatë fizike në Prishtinë. Jam duke mësu gjuhën gjermane një kurs, do më thonë me shkallë, edhe sa përket që të kem të dashur ose se kështu për momentin nuk kam. Besoj në të ardhmen që çdo njeri që nga natyra që është i krijuar e ka të dashurën, por për momentin nuk kam. Edhe çka po dëshë të gjë më të. Ç'është do të më konë ajo femna që më konë me ty? A do të patjetër më konë sportiste? Jo, nuk është të thonë që duhet femna që duhet me qenë me mund patjetër me konë sportiste. Unë mendoj që femna që duhet të jetë me mua ose duhet më konë e dorueshme. Duhet më konë bashkëshortja imja. Duhet me qenë një femën e mençur, femën e qetë, femën që ja vlen të jesh me ta, edhe kështu që t'je kupton një tjetër. Me kësi preferim se bjondinë se shkone s'ki? Bjondina tash po buan veç për lyp, jo, po buan bjondina se shkone për lyp, jo, se shkone. Okej, shpejtim pyetja e fundit. A kena i këshill për sportistat e rinj? Këshilla për sportistët e ri është se unë kam qenë vetë sportist i ri, edhe kam dëgju shumë këshilla. Këshillat që i kam dëgju kanë pru deri këtu. Sportisti duhet të jetë pika parë, të jetë i disiplinuar. Sportisti duhet të paramenton trajnerin ose një kryetar, një qati lamie që e udhëheq, sigur një prind vetin. Duhet të jetë i disiplinuar, duhet të jetë punëtor, edhe duhet të jetë i mençur për mi arrit të gjitha çka ai mendon. Nëse nuk i ka këtu, edhe ambicjet. Nëse këto nuk i ka, është këtë që ai mendon. Rregull, shpejtim, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Profet. Faleminderit që ke marrë me ka gjatë dhe na fal që të kena pengu gjatë përgatitjes tone për me mbrojt titullin qershor. Faleminderit prej televizionit Ziko TV që ma keni bo ftesë që të vini programin juaj. Edhe falenderoj shumë edhe njëherë për mundësinë që ma keni japë në mbrëmjen Qelsi muzikor kur i sjell kënga më e mira ku zgjidh kënga e Shemit dhe Shkendes ku aty e pata nderin që të japi çmimin kryesor unë. Ju falenderoj shumë dhe besoj që në të ardhmen televizioni juaj do të jetë një televizion që do t'ju prezantoj rezultate prap edhe më të mëdha. Dhe sa përket meqit që është e cekur në qershor, mendoj që meqi në qershor do të shtyhet. Pse? Sepse kanë ardhur të rrethana që mund të shtyhet meqi deri korrekt. Qa ndodhi tash, ka dalë se na dul neve muhabet, halo? Po, ka ndodhur që do përgatitje, domethënë sa përket mbrëmjes, sa përket dokumenta që duhet të jenë përgatitme, kanë qenë domethënë pak më larg dhe tani janë duke u kry për punë që të zhvillohet meqi, dhe kështu që meqi do të zhvillohet në brenda këtyre 2 muajve ose 2 muaj gjysmë dhe titulli do të fitohet prap. Dhe unë mendoj që edhe jam insistues që të jem kampion prap dhe në federatë tjetër të cilën ne jena pranuar si federatë në ta, në Vako, ti bashkoj 2 tituj, Vako edhe VKU. Okej, qa ka ndallim Vako dhe VKU tash? Si marrë është, kalzohet të mirë në sport. Vako dhe VKU janë federata.
Okej. Dhe më thonë, Veke Uja është federat shumë e madhe, ku unë e kom fitu me Veke Uja, dhe më thonë, titën me 75 kg. Po. Po Vako është një federat edhe më e madhe si Veke Uja. Dhe aty mendoj që të marrë dhe të sfidoj titlin e botës në atë federat profesional dhe t'i bashkoj Vakon dhe Veke Uja. Dhe t'i bëj dy titluj bashkë. Njëjtën kategori kam. Njëjtën kategori 75 kg. Edhe me flamurin tim të Kosovës që jetua shumë. Shumë sukses edhe një herë, Faleminderit nga ju. po shpresoj që kemi fitu edhe titullin tjetër. Edhe unë shpresoj dhe zdo të shkemi. Faleminderit. Edhe unë. Faleminderit shumë. Ishte ky Shpeti Mametaj dhe ky ashtu si shumë pararegnova është profili i fundit për këtë sezon. Deri në shtator kur do të jemi pra bashkë, do të patjetër një herë përfund me falenderu edhe një herë drejtë dhe fleksograf që ishin me ne gjatë këtyre 3 muajve. Shihemi në shtator.